mirë se vini në kanalin ton Fuqia e Trurit. Ndikon koha në personalitetin ton. Se disa njerëz ndihen më energjik dhe motivuar gjatë verës, ndërsa të tjerët preferojnë dimrin. Ky është një fenomen që ndodh më shpesh se sa mendojmë. Klima, temperatura dhe drita natyrale kanë ndikim të drejtpërdrejtë në trurin dhe trupin ton, dhe si pasojë edhe në mënyrën se si sillemi, mendojmë dhe ndjehemi. Një nga faktorët më të rëndësishëm është ekspozimi ndaj dritës së diellit. Drita ndihmon trupin të prodhojë serotonin, një hormon që ndikon në humorin ton, përqendrimin dhe ndjesinë e mirëqenies. Gjatë verës, kur ka më shumë dritë natyrale, shumë njerëz ndjehen më të lumtur, më energjik dhe më social. Nga ana tjetër, dimri dhe ditët të shkurtuara me pak diell mund të çojnë në ulje të serotoninës dhe për disa njerëz, veçanërisht ata që vuajnë nga shtrëngullimi afektiv sezonal, kjo periudhë shoqërohet me mungesë energjie, trishtim dhe tërheqje sociale. Por kjo nuk ndikon të gjithë njësoj. Disa individ ndjehen më mirë pikërisht në stinët e ftohta. Ata preferojnë freskinë, atmosferën e qetë të dimrit, ose madje ndjehen më të përqendruar dhe produktiv në kushte më të izoluara. Edhe gjenetika luan rol të madh. Studimet kanë treguar se ritmi cirkadian, ora biologjike e trupit, është e ndryshme për çdo njeri. Disa janë më të ndjeshëm ndaj ndryshimeve të stinëve, disa të tjerë kanë një sistem më të çndrueshëm ndaj këtyre ndikimeve. Gjithashtu ndikojnë edhe përvojat personale, kultura dhe stili i jetesës. Një person që ka kujtime të bukura nga vera, ka gjasa të ndjehet më i lumtur gjatë kësaj periudhe. Ndërsa një person tjetër që lidh dimrin me ndjenja sigurie, festash apo reflektimi, mund të ndjehet më mirë pikërisht atëherë. Pra koha dhe stinët kanë padyshim një ndikim në mënyrën se si ndihemi dhe sillemi, por mënyra se si na prekin është individuale. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.